Të dashur bashkomas, të dashur diasporë që zemën e ti Shqipëri, unë jam Pauli Luli, vi nga Gjermania, isha pjesëmarrës në protestën në Nürnbergut, dhe kemi 2 ditë rrugë për të ardhur këtu, për të thënë këtij kryeministi se nuk e kemi tapi. Kryeministri nuk e kemi tapi këtë kryeministri. Unë kam qenë mbështetës i këtij. I kërkoj ndjes bugjanëve që kanë dhënë 7.000 vota për Bukën, kanë dhënë për këtë parti dhe asnjë nga ne nuk është përfaqësues. Të janë kapicës, të janë alabak, të janë kriminal, të janë ata që pinë gjakun, shushunja. Ta janë hajdutet më të mëdhej. Unë jam i shgënjimit papam, me që kishim diploma, se duhet të jepnim kontributin në vendin tonë. Duhet shkojnë bëmi Lloçaqi, murator, bëmi tjatët, e diploma në gjep, për arsye të sistemit korruptuar, 35 vjeçar, sistem i kalbur, poshtë diktatura, poshtë kriministri, burg, qindë, ato që kanë bërë krim, të qindë. Shëndroni bashkë, mos u dorëzoni. Keni kërkesa të mëshkrim, të bëjmë dhe kërvullie këtu, derisa të shkatërrohet kjo neodiktaturë. Bashkë, si bashkë, përnderit! Rigeli është këtu. Shqiptar, qita shilëpjën e Tiranës janë lekena, mos i besoni. Qita lajmet për Tiranë nuk janë reale. Planat shkojnë lëpjën nga pysa, po ato janë lekena të shia, mos i besoni kur. O Shqipej, o pyjtën në Shqipej, mërgata erdi tash, jemi këtu në mesin tuaj, një projite më të madhi, kemi ardhur për një qëmi, tërheqet, Kinderit këtu, i qujti shqiptarët, bitë një që shqiptarëve, që ne jemi qëri, por pëqërikve, toni ty, ku je e Tirana, del tu, janë tërheqje, more bastardi tyrë, me ndove se mërgata iku, me ndove se nuk të kthehet, jemi këtu, vesh për ty, janë tërheqje sa më shpejt, do t'jetë ma kesh për ty, tërheqje. Dy faktor janë që shqiptarët sot janë këtu, vetëm 2 faktor. Njëra është mediat e korruptuara, mediat e fyqura, dhe tjetra janë kriminalë, që i kemi këtu brava nesh, që tu të shesin edhe atëherë. Andaj, ne kemi ardhur vetëm e të qëllim këtu, shtukin e këtyre traktarëve, të shtukin të sa herë më parë. 36 vjet mediat ju kanë shitur pislik, ju kanë shitur mastrik për asyve. Andaj, kemi ardhur vetëm e të qëllim, tërheqet. Faleminderit. Mirë brava Tirana, jam Iltina Ago, unë jam një nga ata shqiptarë që ka ikur nga Shqipëria e vogël, jo për dëshirë, por familja ime nuk pati rrugë tjetër. Sot jam këtu. Sot jam këtu t'ju them se kur nuk kam dashur të ikim nga Shqipëria. Jam këtu për të folur me dashuri dhe dhimbje për vendin tim. Me dashuri, sepse Shqipëria na ka dhënë
prindrit, motrat, vlezrit, gjyshrit, gjuhën, edukatën. Me dhimbje, sepse ky pushtet na i ka hequr të gjitha, na ka hequr dignitetin, na ka hequr prindrit, vlezrit, motrat, dhe ne jemi bërë prindër të prindërve tanë, jemi detyruar në përbot t'i marrim përdore dhe t'i përkthejmë një gjuhë që nuk i përket. Shqiptarëve nuk u mungojnë ëndrat, na mungojnë kushtet që këto ëndra të ndërtojnë këtu në vendin tonë dhe jo të ikim. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Qoj mesazhe po më thonë atë nga Skënderbeu që t'juni pak nga sheshi tjetër se s'kemi vënd. O shumë jemi thot. I them shefit së qines sa 17.850 jemi thot. Jemi shumë po shumë. Ka 3 ditë që na bën presione me civila, me foto, me këto kamerat këtu dhe na çojnë mesazhe mos u paraqitin protest. Po tani që ka ardhur diaspora, do ishte nga puna